Financimi i kontratave koncesionare në sektorin e shëndetësisë hyn në një fazë të re vitin që vjen. Sipas projekt buxhetit, 2 nga kontratat më të rëndësishme dhe më të kushtueshme të sistemit, ajo e sterilizimit të instrumenteve kirurgjikale dhe ajo e ofrimit të shërbimit të dializës, përfundojnë në 2026. Të dhënat tregojnë se pagesat për sterilizimin arrin kulmin në vitin 2025 me rreth 1.9 miliard lek, përpara se të bien ndjeshëm në 2026 në vetëm 500 milion lek, për të mbyllur më pas plotësisht. E njëjta prirje vërehet edhe në kontratën e dializës, ku fondet nga 960 milion lek në 2025 arrin në 815 milion lek në 2026 për të mbyllur në fund të vitit tjetër. Shifrat tregojnë se buxheti i shtetit do të çlirohet gradualisht nga 2 angazhimet më të rënda financiare në sistemin shëndetësor, të cilat ishin të debatueshme për kosto të larta. Vlera e përafërt për financimin buxhetor për 2 kontratat e sterilizimit dhe dializës në total arrin rreth 250 milion euro për gjatë 2016-2026. Kontrata e laboratorëve që është planifikuar të zgjasë deri në vitin 2030, po bëhet boshti kryesor i skemës PPP në shëndetësi. Fondet për laboratorët rriten çdo vit nga 1.8 miliard lek në 2024 në 1.9 miliard në 2025 për të arritur 2 miliard në 2026 dhe 2.15 miliard lek në 2027. Financimet për këtë kontrat janë dyfishuar në raport me parashikimet fillestare. Kontratat e sterilizimit të instrumenteve kirurgjikale dhe të dializës, të dyja të nënshkruara në vitin 2016 me afat 10 vjeçar, kanë qenë ndër më të kushtueshmet për buxhetin e shëndetësisë. Të dyja këto kontrata kanë qenë objekti i hetimeve nga institucionet e drejtësisë dhe janë përmendur shpesh në raportet e kontrollit të lartë të shtetit, si shembuj të mungesës së analizës së kostove dhe mbi vlerësimit të shërbimeve të ofruara. Kontrata e sterilizimit, shkruan Monitor, në veçantë është shoqëruar me akuza për fryrje të kostove, pagesa të pajustifikuara dhe procedura të dyshimta prokurimi, që kanë përfshirë edhe hetime nga SPAK. Edhe marrëveshja për dializën është kritikuar për çmimet më të larta krahasuar me vendet e rajonit dhe për zbatimin e dobët në disa spitale rajonale. Kontrata e laboratorëve që mbetet në fuqi, por rrit kostot e financimit nga buxheti vit për vit. Edhe ky projekt ka patur kritika për dobësinë në hartimin e kontratës PPP, financimeve të mëdha buxhetore dhe mungesës së transparencës në raportimin e performancës.